Bani mend kur bleva atë tortën 140 euro? Tani vendosa ta bëj vetë në shtëpi me 3 euro. Kjo ka disa nga përbërësit që i duhen një torte për të bërë, është kjo torta këtu në foto me ar kokosi. Me këtë nuk është se ke se si dështon për ta bërë. Që qenë se janë të gjitha masat këtu brenda, është pjesa e miellit, ar kokosi. Kjo më duket që nga ar kokosi, nuk e di se çfarë janë këto. Topping mix thot. Gjithë receta është e shënuar këtu. Ekstra duheshin 500 gram mascarpone. Ky kremi, nuk e di se si mund të quhet në shqip, është krem pasticcerie ndoshta. Edhe gjalp ose margarinë. Tani unë kam një ndihmëse të vogël që do na e bëj pak të vështirë procesin. Këtu thotë që këtë baking mix do ta hedhim në një tas. Wow! Edhe 100 gram gjalp edhe 3 vezë, harrova t'ua tregoja që duheshin edhe 3 vezë. Unë sapo e bëshova gjalpin edhe duhet e gjithë kjo. Hidhe mama. Tani do hedhim vezët. Filloj me vezët, bismillah. Këtu u bë dhe brumi, u bëj një trajçëm, domethënë, masë homogjene. Okej, do ta hedhim këtë të gjithë masën këtu. Tani do ta hapim të gjithë sipërfaqen. Do ikim ta çojmë në furrë të para ngrohur thot me ajër 150. Ndërkohë që pishet keku, do hedhim këto mascarpone dhe do të rrahim vetë mascarponet. Këtë përzierjen tjetër që sërish se kishte vetë paketimi, do ta hedhim. Wow, kam hedhur shumë mascarpone, më duket. Do i vetëm 250 gram mascarpone. Po hedh vetëm 400 gram nga kjo, pastaj më që hodha shumë mascarpone. Okej, kjo është edhe kremi i tortës, doli shumë mirë. Pjesa e kekut e panispanjes, nuk e di çfarë i thon kësaj, mbaroi. Kjo që nga shumë hall. Si do ta pres mesën? Të prerë shumë kollaj kjo, po thjesht u nda pak. Herë tjetër duhet ta bëj në një më të vogël. Tani do hedh këtë përzierjen e mascarpones. E çava fare dom. Do vendosim edhe këtë të dytën. Super tort. E vetëm tort nuk i thon, po nejse. Do mbyllim të gjitha cepët tani. Ja dhe super torta ime. Do hedhim edhe këtë kokosin si përfundim lart. Do ta çoj në frigorifer për disa orë dhe ta provojmë pastaj ç'kemi ndritur. O po lare se e kam qarë fare, do hap në një pasticcerie. Kjo kështu ka dal, ka një aromë fantastike, po nga pamja qartësisht nuk është në nivelin e duhur. Wow. Hajde tort, hajde. Po, shtresat i pas kanë bërë të mira, ama është. Do ta provoj krena e para. Është mirë. Ta provoj tani. Nuk ka se si të dalje keq, po ka shumë krem se sa kek. Ato shihen e arkokosit, normalisht se të radhë arkokosi i hodha sipër, po shumë e mirë. Më mirë këtë se sa ajo 140 që. Për porosim më kontakto.